Zoti Baton, unë jam një lloj me këti ide e kolegëve që, jo për Vjosa Osmani, se përgjithësi unë për presidentin nuk se kam në një simpatit madhe për jashtim të doktorit të kur erdhi në fillim. Pastaj humbë dhe atë. Se me kompetenca. Do me thënë, por edhe kjo zgjidhje tani nga familja Ademi Eshajt, e ke njohur Ademin ti? Po, unë e kam takuar. E kemi takuar këtu, se a i punon të Mehmet Emërllau. Shtynte letrën, u bë erojnë të bende këshuara. Dhe bravo i qoftë, zotni burë, nuk ish burë më të mirë. Bashkët. I qetë ka qenë. I qetet gjitha. A shku ka pas... Por ero tani u bë ero rasisht dhe kjo nuk do thotë që të marrësh tani fisin dhe ta bësh president. Se ti mund të kërkosh ta çesh dhe president të Amerikës, e kupton. Ademi zotni po themë, po prap letrën shtynte aty te Mehmeti. Tani si mendon ti Baton tani si është kjo gjë? Para Jo ti, mund ka rënë Baton. Mund të them diçka rrallë, hasi ose me kolegë bisedojmë kaq pastër për Kosovën dhe njohjen për gjërat në Kosovë. Pra arsye se ndonjëherë Shqipëria është e vetë mjaftueshme dhe nuk e përcjell sa duhet, por unë për shembull doja mbyllja debatin me kaq dhe do pajtohesha me juve me gjitha konstatimet. Dhe kjo për mua është një kënaqësi, me të thënë drejtën, kur i ndëgjoj kolegë që kanë njohuri edhe më të mësuar për problemet në Kosovë. Pra arsye se unë jam rrit në Shqipëri dhe në një farë mënyre e di, e njoh, por ju që shkoni aq rrallë dhe keni kaq shumë detaje për njohurit atje. Por pa marrë parasysh se unë e kam një qëndrim për Vjosën, parasysh se ka qenë shumë dhe... Jo, po të mos e shikojmë me këtë si që e pa gjinisht, tani që Gjinia është përcaktuese. Jo, se thash ato. Ajo ose ben ose s'ben. Jo, po herë zonjë të tani femër. Desha të thonë diçka. Sukses me. Vjosa i ka shërby Albinit, dorën zemër, dhe këtë numër deputetëve që e ka sot, e ka për shkak se Vjosa Osmani ja caktoi datën e 28 dhjetorit, si datë ku erdhën të gjithë për të votuar për vetëvendosjen. Por janë dy momente të cilat unë mendoj që do jenë problematike. Një, që Vjosa me gjithë fillimin armiqësor që ka pas me qeverinë Rama, dhe me gjithë fillimin armiqësor që ka pas me Bashkinë Ndërkombëtare, ajo u bë në një farë mënyrë zari i vetëm dhe interlokutori i vetëm i Bashkisë Ndërkombëtare dhe i Shqipërisë ose kësaj qeverie në Kosovë. Ajo është gjithçka që Bashkia Ndërkombëtare dhe Shqipëria në një farë mënyrë e do. Me që je këtu Baton, ka zëra që thonë që Albin Kurti kërkon të eliminojë Osmanin si njerit amerikanë dhe votojnë president nga familja Ashaj, që mendon tani ti se? Po, sikur ka këtë që ajo përpiqet ta përdor si pikë të forcë të raportin me ndërkombëtar. Ndryshe nga ç'është Albin Kurti është i fuqishëm dhe nuk don ta ndaj pushtetin me Vjosën karshi Bashkisë Ndërkombëtare. Pikë është kjo. Dhe është arsyeja pse dëshiron kjo është arsyeja. Arsyeja dytë janë praktike. Në Davos shkoi dhe nënshkroi atë që quhet Bordi i Paqes, për cilin unë mendoj që Albin Kurti nuk e ka bindjen e plot. Nuk është i bindur që Bordi i Paqes, për arsye se ai ka një qëndrim tjetër të majtë ndaj çështjeve të cilat... Ajo vajti nga halli shkret tani, gjitha. Jo. Albin Kurti e ndërtoi House of Kosova në Davos. Ajo ja nashkaloi, ai shkreti, kryeministri jonë ka pasur vizitor, s'ka pas as drejt me hyrë në atë pjesën dhe shkoi Vjosa edhe hyri drejt te Trumpi. Megjithatë, fuqia e një njeriu çfarë është Albin Kurti si kryeminist me gjitha ato vota, te janë shkalon sikur mos mendoj asgjë. Dhe dyta shkurja në Amerikë, pa shku në parlament. Këto dy momente dhe ndarja e pushtetit me Vjosën në marrëdhëniet ndërkombëtare, mendoj që atë Vjosën e bën të eliminueshme dhe politika ndonjëherë është më e fuqishme, e mbrëmshme, është më e fuqishme se sa ndikimi jashtë. Sa i përket jasharajve, pse Albin Kurti lun me jasharat? E para, nëse vendosni dy kandidat, se ai po lun me dy kandidat, që t'i ketë, dhe më thënë, mund t'jetë që njeri prej kandidatëve t'jetë jasharajve, tha profesori që kjo është përdorim klasik politik, se një mit, kur shëndrohet në një gjë të zakonshme, ai metet pastaj zakonshme kur rrëzohet miti. Dhe Albini po don
në këtë mënyrë me vedi apo pa vedi me rëzu mitën e Jasharëve, me shëndru në një diçka të zakonshme. Se kur hinë në vot dhe kur hinë në procese politike të zakonshme, ti vazhdon mos je familja e madhe dhe çfarë ka qenë, ose e fashme çfarë ka qenë. Dhe pse është aty? Ai mendon që Partia Demokratike dhe Lidhja Demokratike dhe Aleanca, për shkak të familjes Jasharit, do të qëndrojnë brenda të 10 dhe do ta votojnë atë. Edhe ky është një rrezik i madh për arsye se ylli unë mendoj që kjo është politikë pastaj. Ata nuk dëshirojnë ta vetojnë për arsye se do shndroshin në humz të madh të politikës. Dhe unë kam bindjen që po ashtu siç tha profesori, që kjo përdorimi i familjes Jasharit do të jetë rrezikshme që përjetësisht të miti Jasharëve të jetë në normalitet, dhe kjo pastaj do të jetë për historinë tonë pak problematike. Dhe krejt në fund unë mendoj që në një moment caktuar nëse kjo nuk do ndodhë, ai do e përdor Glau Konjufcan si një farë njeriu i cili e ka një lloj kompromisi brenda gjithë partive politike. Por kur po flas te Jasharit, Albin Kurti e ka një lojë tjetër. Nëse gjitha partitë politike e marrin një qëndrim nga jashtë, se ne nuk do të votojmë nëse s'kemi një marrëveshje politike për një president, por për faktin që Albin Kurti vetë pa pyet askën e vendos atë, Albin Kurti e ka një qëllim tjetër. Nga këto 57, 58 ose 67 deputet sa pastaj 58 sa i ka tash, do të arrin që ta çoj vendin në zgjedhje duke akuzuar opozitën se ju nuk e keni votuar ose keni qëndruar në sallë dhe nuk e keni votuar. Ne fiton më thellë. Dhe po e bëri këtë, atëherë unë mendoj që LDK-ja dhe AK-ja do ta kenë shumë vështirë këtë betejë publike dhe do humb votë edhe PDK-ja. Dhe kjo parti do ta marrin pastaj numrin e votave ashtu siç e ka Partia Socialiste këtu, siç e ka Partia Vučićit në Serbi dhe VMRO-ja në Maqedoni. Unë mendoj që Albin Kurti do të me kriju veten në një personalitet kryeministër, sikurse e kanë këto 3 vende që janë fësinë Kosovës. Paka shumë u mundova me sqaru një situatë e cila është më shumë analitike dhe këtë në fund desha, shikojeni kur mbahen zgjedhja e presidentit. Jo se kam dhe 2-3 pyetje unë. Me 5 janar, me 5 mars, ditën kur fillon epopeja e Jasharëve. Dhe nëse ditën kur fillon epopeja e Jasharëve, mbahet edhe zgjedhja e presidentit, dihet për çka mbahet ajo. Dhe kjo është. Mund t'i djegë 2 seancat e para. Ja, po seancat mundet më majtë brenda ditës. Te 3 seancat, si zakonisht Kosovë janë majtë brenda ditës, përveç nëse s'u zgjedh në një konsenzus. Se nëse janë në seancën e parë të 10, edhe të 10 seancën e tretit i ka 61, veç vetë e bën atë. Do t'jenë të 10 pjesëmarrës. Pjesëmarrës, po. Atëherë. Paka shumë nuk thash asnjë gjë të re nga ai që thatë ju, por